Përshëndetje dhe mirëmbrëma juve. Kjo video e santme mund të jetë përgjigje, apo të them më butë, në këtë video të santme mund të gjejnë përgjigjet e duhura edhe ata që glorifikojnë emra pushtetarësh e shtetet të caktuara në lindjen e mesme, por edhe ata që minimizojnë rolet dhe peshat e pushtetarve dhe shteteve të caktuara në lindjet e mesme. Mund të gjejnë përgjigje edhe ata që nuk e njohin si dohet e sa dohet fuqinë amerikane, mënyrën e përdorimit të fuqisë amerikane nga administratat amerikane, por edhe ata të cilët politikën amerikane në vendet të ndryshme të botës e shohin vetëm në përmes lupës shqiptare, në përmes raporteve shqiptaro-amerikane, më saktësisht në përmes lupës së Kosovës si shtet i cili krijohet kryesisht me mbështetjen amerikane. Këto sante do të shpjegoj pra edhe fuqinë e dukshme amerikane e më shumë se kaq fuqinë e padukshme amerikane, fuqinë e institucioneve relevante teje të rëndësishme të Amerikës që veprojnë brenda saj e sidomos ato institucione relevante që veprojnë jashta Amerikës. Zdo mend dhe pa tjetër do të përmendi këto, apo do të gjejnë përgjigje në këtë video edhe ata të cilët nuk e njohin sa dohet rolin e Turqisë në raportet e saj me fuqinë e shteteve të bashkuara të Amerikës, e do të gjejnë përgjigjen në këtë video edhe ata të cilët nuk e vlerësojnë me masën e duhur rolin kaq të rëndësishëm të miqësisë turko-shqiptare, të miqësisë së Turqisë dhe rolit të saj në çlirimin dhe më pastaj së ndërtimin e shtetit të Kosovës. Këto sante në këtë video do të gjejnë përgjigjen edhe ata të cilët thonë se Irani është mik dhe aleat i Izraelit në esencë, ndërsa ajo që shfaqet jashtë është vetëm sa për ta mjegulluar sytë popujve e njerëzve të tërë, por do të gjejnë përgjigje edhe ata të cilët mendojnë se Irani e ka fuqinë e mjaftueshme sa ti përmbys të gjitha figurat e shahut në tabelen të cilën e krijojnë fuqitë e mëdha e tani shtetet e bashkuara të Amerikës. Si shkurt, sante këto, sikur edhe mbram në videon që e keni përcjell, e ata të cilët nuk e ka përcjell, fillimisht ta shohin atë e pastaj këtë dytën, sante këto do të flasim jo për ato që shihen teksa ndodhin dhe i shohim para ekraneve televizive, por do të fokusohem në atë që përgatitet prapa ekraneve televizive dhe më pastaj sipas mënyrës se si dohet, sipas interesave të caktuara, modifikohet ashtu siç dohet, ashtu siç dëshirohet dhe pastaj qitet në ekranet televizive. Miq, ditëve të fundit vazhdimisht ne po flasim, po lexojmë e po dëgjojmë në lidhje me atë që po ndodh me luftën e Iranit. U vra ky lider, u vra ky general, u hodhën kaq bomba, u bombardu kjo pjesë e Izraelit, kjo pjesë e Iranit, lajme këto të cilat, përveç që i shohim nëpër ekranet televizive, i lexojmë edhe nëpër analiza të ndryshme, në shkrime të ndryshme, në portale të ndryshme, mbase i gjejmë gjithandej edhe nëpër rrjetet sociale.
Kjo formë e informimit le të mbetet për ata të cilët dëshirojnë të informohen nga andej. Në këtë video, ne do të flasim, e them me plot përgjegjësi, për ato të cilat nuk gjenden atje dhe të cilët nuk janë të prirur nëse gjejnë diçka t'i besojnë 100% asaj që shfaqet në për mjetet e ndryshme të informimit. Thjesht, nuk do të shpjegoj këto atë që është duke ndodhur në këto 25-6 ditë, e as në 5-6 muaj të fundit, por do të flas për një përgatitje hiç më pak se 100 vjeçare, në mënyrë që gjërat të rrjedhin dhe të vinë deri në momentin e vrasjes edhe të liderit shpirtëror të shiitëve dhe liderit të madh të Iranit, Ali Khamenei. Çfarë ka ndodhur brenda këtyre viteve, do të mundohem t'i shpjegoj. Ata që e kanë përcjell videon e mbrëmshme, e din, e kanë kuptuar fenomenin Khomeini, Ayatullah Ruhollah Khomeini, se si është dërguar, apo kidnapuar, apo sylgjënosur më pastaj në Turqi, se si është rrëzuar Mossadegh për shkak të nacionalizimit të naftës irane, si është shpallur më pastaj për tradhtar, burgosët dhe më pastaj gjykohet për tradhti kombëtare, dënohet për tradhti kombëtare. Përveç kësaj, mbrëm është shpjeguar edhe ajo se si është sjell shahu sërish në Iran, pasi pati ikur me ardhjen e Mossadeghut si kryeministër, si është sjell në vende të ndryshme të botës dhe në fund si është vendosur dhe ka jetuar në kryeqytetin e Italisë në Rom. E pastaj, si është bërë puna që në vitin 1979 shahu të rrëzohet dhe në vend të tij sërish të vi Khomeini. Fola se në vitin 1962, kur fillimisht e burgosin Khomeinin, e shpjegova mënyrën spektakolare të nxjerrjes së tij nga burgu dhe dërgimin e tij me aeroplan ushtarak iranian në Turqi. Fillimisht në Ankara, në hotelin e njohur Palace në Ankara, pastaj duke i ikur syri të gazetarëve, dërgohet në një banesë private dikon në Ankara, pastaj në bursa, si e marrin nën kontroll njerëzit e mitit të Turqisë, pastaj e vendosin në një shtëpi me një kolonel të mitit, si bashkëjetojnë aty dhe pastaj e kam shpjeguar në ndërkohë edhe grushtetin, mënyrën e grushtetit që i bëhet shahut. Njëjtë siç tani i bëhet një grushtet me forma të ndryshme, apo po bëhet përpjekje për një grushtet ndaj menaxhmentit, ndaj udhëheqjes politike, apo të them regjimit të tanishëm të Iranit. Do me thonë, mbram kam shpjeguar pra paskenat se çfarë është bërë. Përtej kësaj, kam thënë dhe kam shpjeguar se si veprohet në dhe me lindjen e mesme, si veprohet me regjimet e atjeshme dhe si pastaj këto regjimet të botës arabe, disa më shumë e disa më pak, u ashesin popujve të tyre dhe muslimanëve të ndryshme në përbot, mbase edhe tek ne disa shqiptarve se kinë se janë avangardistët e mbrojtjes së arabizmit, e mbrojtjes së islamit dhe të mbrojtjes së muslimanëve. Bile shkojnë deri atje sa japin të nënkuptojnë
varësisht prej nevojave se ku i trumpetojnë ato propaganda, se janë aq të fortë dhe veprojnë kundër interesave amerikane për hir të muslimanëve të botës. Të gjitha këto i kam shpjeguar. Mbrëm, jo dhe sonte po flas gjithashtu, jo për të akuzuar ndonjërin apo glorifikuar ndonjë tjetër. As për të akuzuar Homeinin se ka qenë bashkëpunëtor i Savakut dhe i shërbimeve të tjera të huaja inteligjente, por as nuk kam thënë se është ndonjë lider i cili e ka pasur fuqinë që t'i liftoj të gjitha këto shërbime dhe shtetet e tyre. Por kam shpjeguar, tjetër është ajo si disa jo i kuptoni dhe i lexoni ato, por unë e kam trajtuar dhe e kam shtruar çështjen apo lindjen e mesme me një terminologji të politikave, të logjikës politike të lindjes e mesme, ashtu siç është dhe ashtu siç unë kam arrit të lexoj, jo nëpërmes të gjitha librave apo librave të hapura e lajmeve, analizave, aq më pak portaleve, por duke i lexuar mes rreshtat dhe praparreshtat, metarreshtat e ngjarjeve të mëdha që ndodhin në lindjen e mesme. Lindja e mesme nuk është ashtu siç shihet në ekranin televiziv. Jo për ndonjë arsye tjetër. Këtë mund ta dini të gjithë qytetarët e rëndëmt. Por pikërisht për shkak të rëndësisë që ka lindja e mesme, për shkak të pozitës gjeografike, për shkak të pasurive dhe resurseve aq të mëdha nën-toksore dhe mbi-toksore, dhe natyrisht për shkak edhe të asaj që lindja e mesme është e banuar nga një popullat me shumicë dërmuese muslimane. Dhe nëse kjo popullat, arabe, shiite, urde, të Afganistanit, pakistanezet, eventualisht do të doboheshin në një ymmet. Ky ymmet do të paraqiste një tronditje dhe një dridhje tektonike shumë të rrezikshme të rendit botëror të tanishëm dhe të ndonjë rendi të ri që po krijohet në arenën ndërkombëtare. Një fuqi aq e pasur me resurse nën-toksore, me pozicion gjeografik, kryesori i botës, që i lidh 4 anët e botës, me një popullat 1 miliardçe, me një fe tjetër nga feja e botës perëndimore dhe asaj përtej lindore të arkipelagu Malaj, të Japonia, India, Rusia e Kina, s'do mend se do të ishte një fuqi, folur me një gjuhë edhe më të butë tani, një fuqi e padiskutueshme, konkurrente e interesave të fuqive të mëdha, të cilat sot e diktojnë dhe i diktojnë dinamikat e botës. Pra, për shumë arsye, lindja e mesme është kështu siç është. Për shumë arsye pra, edhe për këtë të fundit, fuqit të cilat e kanë arritur masën e dominimit në botë e mbajnë nën kontroll, bëjnë përpjekje që ta mbajnë nën kontroll për të shkuar më tutje, rendi botëror i cili udhhiqet sidomos tani nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mbram, ka fundi i videos ju thash se po patet interesimin, po ju duk interesante, ajo që e kam shpjeguar, më komentoni dhe më tregoni nëse dëshironi ta vazhdoj edhe pjesën e dytë. Nuk më mërmenja se do ta vazhdoj me këto, përveç nëse ju mos them insistoni, por më shkruani dhe kërkoni që ta vazhdoj këtë zinxhir dosjesh të padukshme, të cilat riformatojnë sa herë ka nevojë rajonin e lindjes së mesme.
Sot pra, këto dua të shpjegoj. Bazuar në atë që ju, këta deshta me thonë, në përgjigjet tuaja, në kërkesat tuaja, në mesazhet tuaja, edhe privat, edhe haptas tek YouTube, tek Facebook dhe në për format të tjera, unë sot po e bëj këtë pjesën e dytë si vazhdim, duke ju bërë me dije, sikur pra, mbase më fuqishëm, se ato që do t'i dëgjoni tani janë vërtet një dokumentar që po të kishte mundësi kadrovike Mustafa Bajrami do t'a shndronte në një film. Jo vetëm dokumentar, sepse ngjarjet ashtu ndërthuren sa për një sy normal, për një qytetar të rëndomt, për një studius i cili nuk është i fokusuar kryesisht në lindjen e mesme, do t'i dëgjon këto si të pabesueshme. Kjo video i ju dedikohet, mos të them, sidomos gjeneratës së re të shqiptarëve, edhe gjeneratës së re të shqiptarëve, të cilët Iranin e tanishëm janë mësuar të dëgjojnë si Irani i shitëve, si Irani i Ayatollah Khomeinit, por që nuk kanë pas përvojë kohë, nuk kanë jetuar në kohën e shahut në Iranit të shahut Riza Pahlavi. Edhe ata të cilët kanë jetuar në atë kohë të moshës sime e më të shtyer, që nuk kanë pas interesimin, mundësin që të njohin lindjen e mesme, ashtu siç unë e kam pas pasion, detyrë të them, dhe vullnet për të njohur, edhe për ta do të dëgjohen këto informacione shumë interesante. Detyrohem sërish të kthehem në vitin 1964. Kujdes, dëgjojeni me vëmendje këtë pathojza dokumentar me informacione të pabesueshme. Jemi në vitin 1964. Po dalëm prej atje dhe po vim deri në ditët e sotshme. Edhe sot ju them se do të dëgjoni atë që, si thash në videon e kaluar, nuk e gjeni në për mediat e rëndëmta, në për hapësira të rëndëmta. Thash, Khomeini nxirret nga burgu fshehtas në vitin 1964 dhe dërgohet në Turqi. Kalojnë, shkuan 3 vjet e gjys. Erdhi viti 1968. Shefi i zyrës së CIA për Stamboll emrohet Duan Klaric. Vendoset në Stamboll në vitin 1968. Ku vendoset? Vendoset në një banesë Karshi Dolmabashqës. Kush është në fakt Duan Klaric? Ishte një, sepse ka vdekur në vitin 2016, ishte një oficer i lartë operativ Amerikan për Agjencinë Qendrore të Inteligjencës, CIA, dhe ishte mbikëqyrës për më shumë se 30 vjet i ngjarjeve të cilat kanë ndodhur në këtë pjesë të botës, këndej Atlantikut. Në periudha të ndryshme, Duan Klaric kishte punuar ku në Nepal, në Indi, në Turqi, pastaj në Itali dhe së fundmi në Nicaragua. Klaric ishte shef në fakt i divizionit Amerikan për Amerikën Latine nga viti 1981 deri në vitin 1987 dhe ka qenë figura kyçe në aferën Iran-Kontra. Do ta shpjegoj pak aferën Iran-Kontra. Këtë këto të cilat po i flas sot, jam duke fol për Khomeinin dhe Ali Hamnein,
jam duke folur për Iranin dhe për mënyrën se si veprohet, menaxhohet dhe çfarë është logjika evidente politike e lindjes së mesme. Më pastaj, për shkak të aferës Iran Kontra, Claridge deklarohet i pafajshëm ndaj 7 akuzave që e rëndonin e ndërto për dëshmi të rrënjshme dhe dhënje deklaratash të rreme në lidhje me dërgesën e vitit 1985 ndaj Iranit. Ky njeri, kur vije në Stamboll, vendoset në një banesë në Gümüşsuyu, e cila rrugë ishte përballë thash Dolmabashqës. Nga banesa e tij me dritare tër murin ka rruga, ai shihte edhe Dolmabashqën edhe ngjarje të cilat ndodhnin në rrugët rreth Dolmabashqës. Në Stamboll vje prej Indis, është me rëndësi këtu, kujdes, sepse para Turqisë ai po shërbente atje dhe ishte organizatori dhe implementuesi i asaj që quhej operacioni i bardh në Indi. Çfarë ishte operacioni i bardh? Nëpërmes njerëzve të vet, me përjardhje kineze në Indi, agjentëve të vet të cilët i kishte organizuar, Claridge e thën dhe e dërmon, e copton Partinë Komuniste Indiane që kishte marrë hav atë botë në Indi dhe me goditjen e Partisë Komuniste Indiane i jep një grosh të fortë përpjekjeve të Bashkimit Sovjetik për të deportuar ka ujrat e nxehtë, ka ujrat e Oqeanit Indian. Do të përmendem këto gjana edhe pak më poshtë. Edhe njëherë po them, po flas për Homeinin, për Ali Hamnein dhe Ali Hamnejat e tjerë të lindjes së mesme. Se a janë ashtu siç i shohim në televizion apo janë ndryshe dhe shihen më mirë nga prapa televizionit. Për shkak të suksesit të madh në këtë operacion, Claridge dërgohet në Stamboll me urdhër nga Washingtoni. Puna kryesore për të cilën ishte dërguar Claridge në Turqi ishte marrja me lëvizjet studentore në Stamboll të asaj kohe, të cilët lëvizje kishin marrë hav dhe vepronin në moton pavarësi e plot nga imperializmi perëndimor. Duke ditur se këto lëvizje parapatyre qëndrojnë jo nacionalistët dhe islamistët e Turqisë, por pikërisht fryma socialiste, komuniste e Bashkimit Sovjetik, Claridge vije në një kohë shumë të ndjeshme për marrëdhëniet turko-amerikane si dhe për raportet e reja që po krijoheshin në arenën ndërkombëtare. Ka njëherë, meq një njeri mund të bëj punë sa një shtet. Një ideolog i mirë, një njohës i mirë, një lexues i parapaskenave i mirë dhe një njeri si Claridge i mirë dhe i fortë krijon miqësi dhe ura të atilla sa shtetet e fuqishme për vite e dekada i çojnë dhe ecin nëpërmes shtigjeve të cilat një person ka mujt me i krijuar. Pra pak ti personi natyrisht se ka qenë institucioni CIA-s, i cili është shahdamari i politikës ta quaj kështu të jashtme amerikane, i cili dhe falë të cilit ne shqiptarët e gëzojmë edhe Shqipërinë, e gëzojmë edhe Kosovën dhe ato liri
të shqiptarve në pjesët e tjera të Ballkanit. Fal këtij institucioni dhe fal shtetit të këtij institucioni, shqiptarët janë sot ku janë. Ndoshta shumë më mirë se që kanë qenë për shekuj më parë, pa më kap për maje të gjuhës dhe me më thanë se po në perandorin Osmane a nuk kemi qenë popull bashk perandorak me turqit dhe kombet tjera. Ato që dua të them është se roli i SBA-ve në këto 120 e tepër vjetët e fundit për shqiptarët është i pakontestueshëm, është i padiskutueshëm. Ata të cilët e shohin, ata shqiptarë të cilët e shohin SBA-n me syrin e lindjes së mesme janë miop dhe janë të verbër. Ndërsa ata të cilët e analizojnë politikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se çfarë zhvillohet në lindjen e mesme, larg ndjesive dhe larg interferimeve dhe larg propagandimeve, ata njerëz dohet të vlerësohen dhe dohet të çmohen. Sepse shqiptarve po ju ofrojnë informacione bazike, analiza të mbështetura, e në mesin e këtyre analizave, përgjatë shpjegimit të këtyre analizave, vazhdimisht, unë personalisht kam thënë se vizioni jonë në raport me SBA-n do të jetë krejtësisht tjetër nga vizioni jonë në raport me SBA-n dhe vendet e lindjes së mesme. Sido që tjetë, në Indi operacioni i bardh e Gjumhazi lëvizjen komuniste. Në Turqi sjellet për ta parandalu përpjekjen e Bashkimit Sovjetik, të cilën përpjekje ishte munduar të realizonte në Indi, në Vietnam dhe në për vendet e tjera. Studentët të cilët po gufonin në Stamboll, shihej prej aeroplanit nga njerëzit e mitit dhe të shërbimeve sekrete, se pas tyre qëndronin përpjekjet e Bashkimit Sovjetik për ta shembur penden apo murin apo branën kryesore kundër depërtimit të Bashkimit Sovjetik ka vendet arabe. Dhe ajo pend, ai mur, ishte pikërisht Republika e Turqisë. Në kohën kur Klariç vije në Stamboll, shef i mitit për Stambollin ishte Tariq Shahin. Tariq Shahin shoqërohet me Klariç, duan Klariç deri në ato përmasa. E vlerësojnë dhe duan njëri tjetrin deri në ato përmasa, sa mund të mos i besoni. Djalit të dytë, kur i lind djali i dytë që t'i Klariçit, të CIA-s, javnon emrin qysh Tariq, në emën të dashurisë që e kishte dhe respektit shoqëror, kolegjial që e kishte ndaj Tariq Shahinit, shefi i mitit për Stamboll. Imagjinoni, çfarë, mos them aftësie, çfarë punë bojnë këta njerëz. Djali i deleguari i CIA në Stamboll, javnon emrin djalit të dytë të tij, cilin emrin e drejtorit të mitit për Stambollin. E fella, thash se ky banonte në një banesë, që si lidhen senet, cilën banesë me dritare e pake Dolmabashën edhe atë sheshin atje. Kush ishte, e kujt ishte kjo banesë? Kjo banesë ishte e zonjes Betty Karp.
Po kush ishte Betty Karp? Ishte vajza e një familjeje hungareze me prejardje hebreje, e cila familje pak para revolucionit bolshevik në Rusin e atëhershme e më pastaj bashkimi sovjetik ikin nga Moska, nga Rusia dhe vendosën në Stamboll. Që në moshën 16 vjeçare, Betty Karp, për shkak të aftësive të saj të mahniqme, ambasada amerikane e kohës së perandërisë osmane në Stamboll e punson në ambasadë si telefoniste dhe si daltelegrafe. E njihte një rusishten, anglishten, frëngjishten, italishten, gjermanishten, greqishten dhe natyrisht edhe osmanlishten, turqishten. Kishte një inteligjencë të mahniqme. Si telefoniste dhe si daltelegrafe në Stamboll punon prej vitit 1919 deri në vitin 1922, për 3 vite. Do më thënë në kohën e luftës vendimtare të Turqisë që quhet Kurtulush Savaşı. Pushtimi i Turqisë nga grekët, nga britanikët, nga rusët, nga francezët, nga të tjerët, përveç gjermanëve, kjo luftë e Ataturkut quhet lufta Kurtulush Savaşı apo lufta qilirimtare. Si daltelegrafe që ishte, Betty e dinte thuajse plotësisht gjithë komunikimin apo letërkëmbimin e ambasadës amerikane me kado që ka shkruar. Më pastaj e merr nënshtetësinë amerikane dhe më pastaj dërgohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku edhe e ndryshon. Konvertohet nga hebraizmi ku në çka? Në protestantizmin e krishter. Në fakt, interesant të them apo e shkrume nga qëto prapa televizioneve. Në fakt, Betty Karp ishte dashnorja e dashura e lirisht thuaj themeluesit të CIA, Allen Dulles. Megjithëse që Alleni ishte i martuar dhe kishte 3 fëmijë, kjo Betty Karpi ishte dashnorja e tij, ta quaj në të zezë, në të fshehur. Allen Dulles në vitin 1921, dëgjë, në vitin, kjo thash, ka punu 1919-1922. Allen Dulles në vitin 1921 shvje dhe shërben si agent i CIA në Stamboll. Do me thonë, themelusi dhe shefi i CIA-s përgjatë qësaj Kurtulush Savaşı shërben si agent i shtetit të vetë, si zyrtar i shtetit të vetë në Stamboll. Si filma, për e me, thash, me pas mundësien e me bo një skenar, me bo film që atë pjesën e parë, dokumentarin e parë edhe dytën. Por, pritni, ka shumë gjana ma interesante se kaq. Pas luftës botërore, nga SBA, Betty Karp kthehet sërish në Stamboll. Por, kësaj radhe, pas shumë viteve, jo më si telefoniste, e as si daltelegrafe, por si një zyrtare me pesh e CIA. Në Stamboll vendoset, fillon dhe arrin të krijoj një shoqëri të gjerë me njerëz me ndikim në politikën dhe jetën sociale të Turqisë. Qëndron herë në Stamboll
e herë në Ankara. Me që ishte edhe e bukur, një bukuri të mahniqme, politikan dhe njerëz me ndikim të Turqisë, them me këtë zhargonin ton, pritni në ran me shku me u njoftue e me pi një kafe e ndoshta edhe në i dark me hangër me këtë beti amerikane, me këtë bukuroshën amerikane, Beti Karpin. Me kalimin e kohës, arrin të krijoj lidhje me edhe vendimmarrës që shihen në Turqi, por edhe me vendimmarrës edhe me të fuqishëm, të cilët nuk kishin poste politike dhe poste publike. Për arsye që i din ata, në ndërkohë emërohet për atashe në Turqi dhe kjo bukuroshe, zoj amerikane, në Turqi punon e jeton rrafsh 50 vjet. Dikura, plakët, bukurien e kaluar, elokuencën e kaluar e humb dhe në vitin 1964 pensionohet. Megjithatë, edhe pas pensionimit nuk largohet nga Stambolli. Jeton në Stamboll deri në vitin 1984 kur edhe vdes. Nuk ishte martuar kur, me që nuk le pasardhës, pasurin e saj, dhuratat të gjitha ato i kishte përveç një banese që e blen dhe në të cilën që ky Claridge kishte ndajtun me qera, të gjithat pasuri jo të vogël ia fal si trashëgimi, ia dhuron kishës protestante në Stamboll. Të kthehem sërish në vitin 1968 dhe ta la 84-shin kur vdes kjo zoja. Jo më arsyetue, se vallahi edhe billahi edhe tallahi, as së më hin gjep e as në gjep të sahatit nuk brengosem shka e qyshe tek. S'po du me arsyetu këtu, po du me thonë, për shka flasën e për Turqin, për lindjen e mesme. Po, për shka se kam jetu dhe ndjej për borx moral, njerëzor që të flas për një shtet në të cilin jam shkolluar master dhe doktorat 10 vjet. Megjithëse që i pa burs, unë e burs nuk kam marrë prej Turqis, as familjarët e mi, vallahi jam shkollu vet, billahi jam shkollu vet. A e dini se përveç që atë në 2 vjetve, 2-3 vjetve, kur dajt e mi më kanë dhanë burs, sadakatul fitr, une për vitet të tëra kam shit gazeta, se kam përmen kur më duket, kam shit gazeta tek semaforat e Migrosit në Bornova të Izmirit. Ata që e din Izmirin, e din se ku është Bornova dhe ku është Migrosi në Bornova. Te semaforat e Migrosit, une prej orës 10 deri në orën 1, makinat, kamionetat i shkepin gazetat në qatë kohë i shkepshin, mi zbreqin muë atë truqat e Hyrjetit, e Miljetit, e Gjumhurjetit, e ato gazeta shka jenë konë, edhe une në kere të nalëshin edhe javdha shabanesën me një kapo qëteri në vesh, se mardhë keron, sot s'kish më mardhë ranë heq, vallahi, mardhë keron me më pase une studenti ma i mirë i vitit në logjik të magjistru e në doktorat, në këtë kohë isha, po shes gazeta të semaforat e Migrosit. Nejse miq, fal Zotit, miqve, të mi shokve atje, dashamirve, turqve, shqiptarve, të cilët her pas here më kanë ndihmu, sepse
jetë, boja, 2 student për një familje, bile një herë 3, po doktoranim, shkollimi ka qenë me para, $1.600, unë detyrohesha me i siguru për me pagu shkollarinën, $1.600, atëhere në 93 dhe 94 në sasot bojnë $16.000, edhe $1.600 këto $3.200. Bilat banesën e paguja 150, 170, herë $200, më pastaj tjertë, dhe më thënë hargjime e dini se sa mundët me hargjue një njeri. Nejse, flasë për Turqinë, përveç këtyre që i përmenda e për lindjet e mesme, por edhe për shkak se kam dje se është një obligim patriotik jemi, që Turqinë, me gjithat madhështin që ja ka dhënë Zoti, historike, geografike, popullore, ai këmbë, perandorak, vërë ta kesh mek, flasë kam folë dhe jam mundu me kriju ura midis këtyre 2 kombëve dhe shteteve. Në kohë lufte, janë të më dëgjue ata shka ndoshta tash jo, po inshallah mas ja them këtë fjali. E din ata njerëz të UÇK-s se çfarë pune, çfarë roli kanë bo, duke udhëtuar, mos thon për ditë, javëm javë, Tiranë, Prishtinë, pas luftës, para luftës Tiranë, Bajramçorre, Shkodër, Ankara, shefi shtabit përgjithshëm në Ankara, Sulejman Karadaj, Çevik Beren, Ahmet Prishtina, isha i ri, njeri qështu, ambicios. Pra, përveç krejt këtyne, unë kam mendu se, dhe mendoj më tutje, prezentimi real i Turqisë është në interes të shqiptarëve. Ta kenë shqiptarët një mik, një këmbë si Turqia ta kenë mik, ta kenë mike një shtet si që është Turqia, për shqiptarët është e arritur. Dhe me arritur dhe obligim në të njëjtën kohë është të ruhet dhe promovohet, të thellohet dhe zgjerohet miqësia shqiptaro-turke, Kosovë-Turqi. Falë Zotit, edhe pa i thonë këto, edhe pa i pasfol në për zyre të ndjeshmen në Kosovë, të tonat dhe të tjera në Kosovë, edhe pa i pas thonë këto, kishin me vepru natyrisht me menqëri, si që janë duke veprue, dhe sot raportet e Kosovës dhe Turqis janë si që janë. Po, hajde Mustafa, Turqia, po shteti i Kosovës, kompanit kryesore, konsorciumet kryesore, aeroporti, autostradat, Keci, Keko, ai tjetri, këtë janë me Turqinë, aty janë edhe Amerikanët. Pra, Mustafa nëse i thet 2-3 fjalë të mira dhe shkruan të mira, po pse nuk po e sulmoni Hashim Thaqin, ose Fatmir Liman, ose Albin Kurtin, ose Vjosa Osmanin, pse atyre nuk i komentoni se janë kështu e fille, në raport me Anadolën e Turqien ata. Qfar ka mujt me bo Mustafa ma shumë, pos që flet, prezenton vlera, mundo të krijoj ura morale, patriotike, midis kombit shqiptar dhe kombit turk, midis Kosovës, Shqipëris dhe Turqis. Ata të cilët i kanë implementu, materializu, me mua pa mua të them ma mirë, janë qeveritarët e Kosovës. Me ata do të pisni, ata do të kështu, si do që tjetë. Turqia miq, e thash këtë si parathonje për fjalien që dua ta them tash. Turqia, mos thëm ma shumë se Izraeli, jo në kuptim të Izraelit, por Turqia është, ka qenë dhe do të jetë një shtet shumë i rëndësishëm për botën perëndimore. Sidomos për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pa Turqinë, Turqia Kursk, SBA-ja, perëndimi Kursk kishin me mujtën Bashkimin Sovjetik. Mos them ju betohem në Allahun. Turqia ka qenë pararoja
e depërtimit të bashkimit sovjetik në tokat arabe. Ka mujt me infiltru fic ka pak herë të Saddami, herë të Gaddafi, herë të Egjiptit e Gjemal Abdel Nasiri, po jo, Turqia e ka pengu. Nacionalistët, që kjo MHP-ja e Bashqeliut, përpara ka qenë Turkeshi, Arpaslan Turkeshi, kryetar i Partisë Nacionaliste Turke, këta kanë qenë gjigantët e Turqisë që e kanë ruaj Turqinë dhe botën nga kush? Nga shovenizmi, komunizmi, kriminaliteti, terrorizmi i Rusisë dhe i Bashkimit Sovjetik të atëhershëm. Turqia, për të ruajtur botën kundër komunizmit, ka dërguar edhe 5.000 ushtarë të vetë në Kore, nën flamurin amerikan. Turqia ka luajtur rol shumë të rëndësishëm edhe në raport me Iranin, për të cilën sot po e shpjegojmë. Turqia edhe sot luan një rol mahnitës edhe në raport me NATO-n dhe Rusin, edhe në raport me NATO-n, vendet perëndimore dhe me tokat arabe. Dhe unë kam pas fatin të studioj në këtë Turqi, ta mësoj turqishtën dhe pretendoj se e një shumë mirë e një, jo rasish kam kritikuar përkthimet nga turqishtja që bëhen në gjuhën shqipe, me gjithë numrin gjigant dhe shumë veprave që janë përkthyer mirë, dhe kam pas fatin dhe kam fatin të flas me gjuhën që po flas tani dhe me analiza që i kam bë duke i prezentuar vlerat e Turqisë dhe duke krijuar ura, qoftë edhe sa një pej midis kombit shqiptar dhe kombit turk dhe shtetit të Kosovës e Shqipërisë me Turqinë. Në vitin 1968, Klariç jetonte në qëtë banesën e kujna e Betit. Apet po thëmë, jam të e spjegu Iranin, jo Stambollin, në protestat e vitit 1964, protestat madhështore në për metropolet e Turqisë, Stamboll, Izmir, Ankara, sidomos në Stamboll, policia e dhunshme skajshmërisht të plagosurit student, 30.000 kanë qenë vetëm atë ditë aty që une po e përshkruaj, të plagosurit për kame e për kryje, për dore të i kap, kështu sikur, më falë shprejes, tërvina, i ka gjujtën të gjallë të plagosur në deti dhe kanë vdek në deti. I ka pas se si vriten studentat, që ky Klariç nga çajo dritarja e tij i ka vëzhguar këtë sende dhe më pastaj në memoaret e tij, memoaret e Klariç, që mund ta gjeni në përfaqe të ndryshme në internet edhe si libër të tij, shkruan edhe këtë fjali. Pamjet të cilat i kam pa me sytë mi nga dritarja e banesës së Betit në Stamboll të Dolmabashqe, janë pamje të cilat kur në jetën time nuk do t'i harroj. Nëse ka diçka që quhet terrorizëm shtetnor, themelet e terrorizmit shtetnor janë pikërisht në Stamboll. E quan një shtet terrorist në raport me atë se çka shë, se çfarë bëjnë policia e Turqisë me të plagosurit e demonstratat dhe protestat e Stambollit. Pas 6 muajve nga këto ngjarje, në janar të vitit 1969, në janar të vitit 1969, kujdes, koncentrohuni, një makinë e zezë e markës Cadillac me tabela diplomatike 0600NCA ndalet para dyerve të EDTY, Orta Doğu Teknik Universitesi në Ankara. Në ulsen e prapme në të djathtë të Cadillacut qëndronte një njeri i
i ullur me kravat dhe me kostume. Ishte pikërisht Robert Comer. Kush ishte Robert Comer? Ambasadori Amerikan i akredituar rishtas në Ankara. Në fakt, ishte një zyrtar i lartë i dikurshëm i CIA, i cili vite më parë kishte organizuar operacionin më të njohur në historinë moderne të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Operacioni Phoenix, operacion për shkak të cilit, apo për fat të keq humbin jetën mbi 60.000 vietnamez në luftën e Vietnamit. Se çfarë ishte projekti operacioni Phoenix, mund ta lexoni në për faqe të ndryshme të internetit. Pas Vietnamit, për shkak të sukseseve të treguara atje në punën që e ka bë, që e përmenda përpara, shpërblehet si ambasador i SBA-ve në Ankara. Në Universitetin Orta Do Teknik Universitesi, ta quaj Universiteti Teknik i Lindjes së Mesme, qështu e ka emrin dhe sot konsiderohet ndër universitetet më prestigjioze në gjithë Turqinë, Moskovti parja i dyti. Në këtë universitet atë ditë, ky djali Robert Comer po shkonte në një drek zyrtare, në një drek solemne, e ftojnë aty. Posat hymrena ullet e dhezat cigaren atë puro të trash, sa kaq dëgjohet një zhurmë e madhe dhe një shpërthem në oborrin e universitetit. Ngriten në kam dhe shka me pa. Makinën e zez Cadillac, me kadife mrena të cilën e le jashtë aty, shkojnë disa studenta dhe e përmbysin me 4 rrota përpjet edhe javnojnë flakën, e djegin. Kur e sheh pamjen ambasadori Amerikan, natyrisht se gjindoset, nervozohet, i drejtohet rektorit të universitetit dhe i thot se ta nuk e kam prit. Së paku në oborin e universitetit Orta Do Teknik Universitesi, për ata që nuk e kanë ditë, së paku në qëtë universitet të cilin e ka financu dhe e ka hapën kush? Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sikur Universitetit Amerikan në Beirut më parë. Kjo është, ka qenë, tash nuk e di, Universitet Amerikan. Amerika e financue. Njëri prej studentëve të cilët javnojnë flakën ka qenën Sinan Gjemgil. Përveç këti janë edhe 2, Hussein Inan dhe Jusuf Aslan. 2 këta të fundit më pasaj do të varen në litar, ndërsa Sinan Gjemgil do të vritet në një rast tjetër. Ambasadori i prekur rënd e detyron të nesërmën në mëngjes ministrin e jashtëm të Turqisë ti kërkoj falje publike Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe detyron të bëj atë, të paguan materialisht këtë dhezjen, kalljen e Cadillacit të ambasadorit, por i thët se pagesën morale shumë fish do të paguani më pastaj. Dhe ashtu ndodhi. Pasi Turqia i pagoi dëmët materiale, mbeti që dëmët morale që i shkaktohen prestigjit të ambasadës amerikane në Turqi dhe dëgjoj e krejt bota, do t'i paguante më vonë edhe ata me kamat shumë të lartë. 2 studentët që i përmena vriten, varen në litar, 3 prej tyre i vret gjandarmaria, 2 të tjerë i vret policia turke dhe 53
burgosën dhe kalbën në për burgjet makabër të Turqisë atëhershme. Përveç kësaj, Amerika e detyron Turqien pastaj të kyçet në disa projekte si ta quaj denim për atë që nuk ishte treguar kujdes për makinën e ambasadës amerikane në Ankara. Një muaj më vonë nga ngjarja e Kadillakut, do me thonë, tani, në shkurt të vitit 1969, protestuesit, një muaj më vonë, protestuesit mbi 120.000 student dhe qytetar të Stambollit vërshojnë sheshin e Taksimit dhe sheshet e tjera të Stambollit. Kërkohej përmbysja e rendit kushtetues të Republikës së Turqisë. Quhet ajo ditë, e dini, Kanlı Günü, ose e djela e përgjakshëm, Kanlı Pazarı, e djela e përgjakshme. Për shka e djela e përgjakshme? Për shkak të ndodhive të cilat ka ndodhur atje. Po du me bo një sqarim qëto. Jemi të folë për Iranin, për lindjen e mesme, për Turqinë, për Bashkimin Sovjetik, Kinën, për komunizmin, për fuqinë amerikane, në përmes institucionet e vetë, të ruaj matematikat evidente në nivel global. Dhe më thonë, kemi të folë, jo Mohammed bin Selmani, jo Fejsali, jo Mubaraki, jo këtë, përmenëm lider. A thash, se në këtë video do të gjejnë përgjigjen, do të gjejnë vetën, edhe ata që glorifikojnë, jo Saudi, jo Arabia Saudite, jo ymmeti, jo qymmeti. O zotni, lojnë atë janë shohë ma fellë se që ne i shohmin, apet po thëmë në ekranet televizive. S'kemi të bëjmë këto në me Mohammed bin Selmanin, ja Fahdin, ja tjetën. Jemi të folë për projekte të mëdha të cilat përgatiten për 100 vjet. Dhe pas 100 vjetë pastaj vritet Ali Hamnej. Po vi ka funi. Dëgjoni. SBA-ja në përmes shërbimeve të veta po punonte në këto vite për të rrëthue këtë Bashkimin Sovjetik me çka? Me shtete të ndezura në shpirt, me popullata të ndezura islame. Sepse e dinte dhe dihet se edhe sipas teksteve të shenjta islame, komunizmi, ateizmi është armik i përbetuar i islamit, të pafet, kufri. Dhe po krijonte edhe brenda Turqisë, që ta studente që i përmena, që ta studente që ta 100.000 që dalin për rrugët e Stambollit edhe dojnë me e përmbys. Në qëtë studente, në qëtë grup, a mund të besoni se një ndër organizatorët ka qenë edhe Ismail Karaman. Ismail Karaman është sot një ndër 5-6 figurat më të fuqishme të AKP-s, të Recep Tayyip Erdoğanit. Do këtë ka qenë edhe presidenti parlamentit a diçka, nuk është me rëndësi. Ngjarjet mëdha ka ndodhur në Turqi për fuqizimin e lëvizjeve islame në përmes të cilave do të parandalohej kush depërtimi i Bashkimit Sovjetik. Megjithçe, për dalim nga Iraku, Arabia Saudite, Egjipti, vllazëria muslimane, Khomeini e Hamneji ai tjetri, e Islamabadi, e Bangladeshi, e Malezia atje, përveç, do me thënë, për dalim nga këto shtete që islamistët ishin pararojat kundër Bashkimit Sovjetik dhe Rusisë dhe komunizmit, në Turqi këtë rol e ka pasën dhe ka dhe më tutje Partia Nacionaliste, MHP-ja, e turkeshit dhe tani e nga që kjo parti dikura, mos tham është frymzuar se ka dalën, edhe ai
si e ka pas emnin ai djali që boni atentat në papën. Imagjinoni, Mehmet Ali Agxha. Mehmet Ali Agxhën në fakt lojt e thella prapa ekraneve zbulohet masanej se e kanë trajnue shërbimi sekret komunist i Bullgarisë dhe i Bashkimit Sovjetik për të bërë skandale, për të prish Turqien me perëndimin dhe Italinë dhe Papën dhe për t'ja lehtësuar vetvetes rrugën e deportimit dhe me i thonë se që Turqia shka është të ju bohe, edhe mu idhnue me Turqia si që hidhrohen në vitin 1974 me invadimin e Qiprës, e pasaj jashohin sherrin bota perëndimore dhe Amerika, për shkak se i prishin marrëdhëniet dhe pastaj kush pushtimi i Afganistanit. Prishja e Amerikës me Turqien dhe Evropës me Turqien, afrimi i Egjevitit me Bashkimin Sovjetik pasën kush? Kjo dhe pasën më pastaj edhe lufta e Afganistanit. Bashkimi Sovjetik duke e ndje se SHBA-ja po vepron në këtë formë, në Turqi me studenta, po i nxit, po e ngjall frymën islame. Ju a kujtoni se mund të ndodhë dishka në të pjesë botës larg lupës, zotin e rujt. Ani ma tash me satelita. Ani ma tash kërë më thojnë muhe, vala rujë, edhe do të më rujtë se, o vla s'ka roj ma, përderi sa ne i kemi në gjep qëto, përderi sa janë satelitat, iPadat, telefonat, privatizim ma, të vish mos falë heq. Ti mu ruhesh vetëm atëherë kur nuk flet heq, kur nuk del heq, kur nuk takohesh heq. Në momenti kur ti takohesh, kur flet, kur del, ti faktikisht nuk je duke u ruajtur. Aq më shumë po flas për individ, lema kur është në pyetje interesat e thella të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Që ky Sinani, që e përmena, që e djeg atë makinën Cadillacin. Ata dy i vrajten, një 50 ditë që në burç, që ky Sinani ka qenë një student i vyshëm, i një nëneje profesoresh e filozofisë dhe i një babai që ka qenë profesor i letërsisë, Sinan Gjengili. Si një anti-amerikan, ta quj, anti-imperialist, kur e pyesin më pastaj se sa ke mësu anglishtën në OTDY, për gjatë studimeve tua, thet vish 3 fjalë. Është e njohur ajo fjalia e tij, vetëm 3 fjalë. Cilat be janë ato? Janë young, go home. Vesh këto 3 i di. Që ky njeri, një ditë pas këtyre ngjarjeve, pas ngjarjeve Stambollit, me një grup studentësh dhe njerëzish të rinj amerikan nisen me shkue me e vizitu dhe me e quhe në Hava, ato shka quhet Kubba, një vend atje në Turki, përtej Ankaras. Kubba është një pjesë ku ajo raketa ose syri, nëse sheh larg, shkon deri në 2300 km, atëherë sot edhe 2500 km. Në atë vend, për lidhje me Cadillacin, në atë vend, SHBA-ja, mos tham e detyron, po kërkon, sepse te ke fundit e ka pasi bashkët babës Turqien, dhe cilin do vend që i ka shërbye, falë Zotit, edhe të ne, shuqyr që kemi dishka me i ofru e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që me qenë mike, vend mik dhe bashkryus i Shtetit të Kosovës, nëjse e merë qatë vend dhe aty Amerika i vendos radarët dhe satelitet për përcjelljen e asaj shka lëviz në qiell. Shiqo, në atë kohë, ne po flasëm për 70-at tani.
qëllimi kryesor i qatyre radarve u konën nga distanca deri në 5.000 kilometra, më pastaj atë 2.300 kilometra, të ruhet siguria e Izraelit nga raketat e mundshme që mund të vinë nga ajo pjesë e botës deri në Japoni. Kush i bën këto? Bëhen natyrisht me njerëzit dhe institucionet relevante për cilat po flas tani. Kur shkojnë atje një fshat i Nekli, aty ata të fshatit, udhëheci i fshatit i lajmëron policin, edhe shkojnë edhe i vrasin, i dalin rrugë edhe i vrasin që të Sinanën, edhe i vrasin një 4-5 që shkojnë me i quhen në hava radarët e Amerikës. A ju kujtohet gjatë kësaj lufte? Një raketë iraniane që era në Hatay të kujna të Turqisë. Jam i sigurt 100% se ajo raketë është rrëzuar nga që kjo Kuba. Prej këtu është lëshue antiraketa edhe është rrëzue, nuk ka shkue ka Ankaraja apo ku e ka pas destinacionin. Duan Claridge, miq, që ky është kanajkin e banesën e Betit dhe për cilën folëm. Ndër detyrat kryesore pra që i ka pas ka qenë që shtresën fetare të Turqisë ta fos në lojë, ta përdor për të mirë për parandalimin e bashkimit sovjetik, e komunizmit të bashkimit sovjetik. Dhe kjo ka qenë edhe e mirë për kombet e rajonit, por edhe e mirë për interesat e shëbave. Dhe gjani tash, shëbaja krejt që ka dëshirue, thash, këtë rrethimin e bashkimit sovjetik me shtetet të ndezura, të fuqishme, kështu në shpirt, po edhe ekonomikisht, me shtete islame. Në vitin 1979, a thash po flasë për Homeinin. Homeini vjen në Iran. Irani i shahut nuk është në gjendje me e parandalue ka bashkimit sovjetik. Vala miki Amerikës e miki këneje. O leni be këto muhabete, o bura. Miqësia me Amerikën o shumë ma do me thonë se një miqësi për një kafe ja për një katonja për një. Është në punë shumë ma të thella se kaq, andaj për të tretën herë sa unë të po thëmë. Fat i madhë që ne kemi qka me i ofrua si geografi shteteve të bashkuarat e Amerikës dhe jemi shtet mik ndër më pro-amerikanët në kontinentin e Evropës. Shahu nuk po mundet me që vllazni e motra, nuk mundet me e parandalue ka Iran, këtë bashkimi sovjetik. Do të me shku shahu, me ki Amerikës po, që ka që ke mujt me punue, o burë se janë në interesa globale të shbytje. Shka shah i Amerikës, shka në ty, edhe kush vje, Homeini, mënët aj i cili e krijon shtetin islam aty dhe e parandalon bashkimin sovjetik. Tu e pa bashkimi sovjetik, se shka është të ndodhë këtu, e qka po ndodhë në vendet arabe, e që shporëthohet tash edhe të Irani, shkan në vitin një vjet ma vonë, në vitin 1980 e pushton Afganistanin dhe e krijon një pelg, një pru, a një vega që është me thonë për ndalje atje të poshtë, me dalë të Pakistani e të India dhe me shkue të poshtë andje. Me ju koqit vendeve të nxehta islame thjesht. Posa të hy atje në Iran. Irani tash duke shpresue shtetet e bashkuara të Amerikës se do ta kryen Irani një punë të rëndësishme në Afganistan, Irani nuk e piket qorb. Irani i Homeinit nuk futet në luft në Afganistan. Këtë detyrë kush e merr? E merr Pakistani, në të cilën hapën 500 medrese, e kam spjegu për para, dhe krijohet një organizëm afër 1 milion shtërinj ushtar afgan e arab e pakistanez e të racës urde
atje, urd, jo kurd, urd janë kombet e Indisë, të Afganistanit, të Pakistanit, urd jo thuhet atyre, gjuha urde, e cila nuk ka folje, nëse nuk e keni ditë, më falni. Edhe, do me thonë, në Afganistan. Pakistani tash po e luan rolin për me i çmontue në Xhibullahun dhe regjimentin e Bashkimit Sovjetik që akomodohet aty. Erdhi viti 1980. Plasi lufta irako-iraniane. Të Iran. Na lejum. U pregaditëm, më thëmë ti pregaditëm, që më thënë Havala Homeini i Amerikës. O, jem të shpjegu procese. O vlazën. Irani tash po krijohet rrezik. Jo që shpritej. Saddam Huseinit biri Iranit. Në vitet 1980, se di sa Ronald Reagan, zavendës president kush ka qenën, ish shefi i CIA-s, i CIA, George Bush. E dërgojnë një njeri në Iran, kush është ai njeri, i cili do të krijon një aferë. Ronald Reagan, afera e kohës Ronald Reagani që ka bujt madhe. Nëse fillon luftan midis Irakut dhe Iranit, Iraku ja nis me ble raketat të Koreas e të Japonisë, Irani ja nis me ble të Francës e të knej shtete, lufta ja nisi, Amerika nuk najti duar kryq, se doan përfitime nga kjo situatë, e dërgon George Bushi një njeri të vetë, një delegacion të vetë në Iran. Edhe tash po i thojnë, me gjithë që botërisht po dihet se po kujtoj njerëzit se ne e mbështesim Saddam Huseinin, në fakt ne nuk kemi me Saddam Huseinin, ne po të mbështesim tyje si Iran. Edhe lidhet një farë marrëveshje, lidhet një farë mohabeti, Khomeini e pranon ofertën amerikane, janis me ble armë e raketa prej Amerikës në këmbim të qkafit të dhënjes së naftës me çmime si kur të na që janë qitoreve gjithçka €1. Edhe le ato, po naftën nuk po merr pare, po merr armë, të cilat armë po djegën në një luftë të para përgatitur kohë më parë. Që synimi ishte bllokimi i Bashkimit Sovjetik, njëjtë siç ishte roli i Turqisë. Nëse e marrin naftën, në këtë kohë e furnizojnë edhe Saddamin ja nisin me furnizu dhe me mbështet ma shumë, 1 milion viktima iraniane janë Husejnijet në për qytetet e Iranit, si xhamia, po janë të vendosura fotografit e dëshmorëve të rënë në luftën irako-iraniane. 1,3 milion vdesin iranian në luftë me Irakun, që Iraku e godet, dhe 500.000 vdesin nga ana e Irakut. 1,5 milion njerëz kanë vdekur në atë luftë prej vitit 1980, 1988-89, kur përfundon lufta, e 90 pastaj bie Bashkimi Sovjetik me largimin paraprak nga Afganistani, të cilat ata talibanët dhe ato grupet Hikmetjarje, Bahtijarje, Dostumje, ata tjetë Molla Omeri, e luftojnë Bashkimin Sovjetik dhe e qesin prej atjehet. Iranin, tu bo lufta irako-iraniane, po i thojnë Saddam Huseinit, po e të regojnë si prallë, por fakte, te jeni të e pa, ata gjuj raketa, jo gjuni raketa, asnjani s'po bëni punë. Dhe propozohet aty që Irakut t'i lejohet t'i jepet industria, teknologjia e prodhimit të armëve kimike. Vetëm me armë kimike mundet me e gjumhas Iranin. Saddami t'u alimu kryt,
të jalimu shpinën, të i thonë se ti je lideri, ti ki më konë, sa i ka pas ambicje më konë numri 1 i vendeve arabe, bilemisht i kejt vendet arabe, si kur aj Sherif Hosejni, në kohën e perandërisë Osmane, një mëna ti neve, të rëzojnë perandërisë Osmane, ti kime bu këto një perandëri, një mbretëri prej Iraku të teri në Egypt ka. Dhe më thë një përzojnë me për kijojmë tjetërën. Edhe Saddam Husseini i prodhon ato armë. Dhe fillon përdorimin e tyre. Ku e nis përdorimin e tyre? E nis mbi kurdët. Për shkak se që ky Barazani ka qenë mbështetës i Iranit në luftën irako-iraniane. Dhe i gjun kurdët, sepse armët nga aty po vinin, edhe për me i tregu Iranit se që shkaboj edhe i gjun edhe në Iran. Për shka bashkë qëto? Për shkak se, meq, kur janë nisin qëto transferet e armëve, kur shkon qaj delegacioni Amerikan në Irak, edhe i thetë se ne po të mbështesim, vendoset, shumë është interesant, vendoset që një bank italiane, Banca Nazionale della Evo e Italis, ti je para sot dëshiron kredite, borgje Saddam Huseinit në qindra miliona e miliarda dollar. Si pas logarive më pastaj të qësoj lufte, atë bot janë hargjuar 400 diçka miliard dollar, që me vlerën e tanishme të dollarit, diçka mbi 3.5 trilion dollar janë hargjuar në luftën 8 vjeqare, 9 vjeqare irako-iraniane. Tash, armët të cilat prodhohen, i jipën pare Saddamit, blej armë, kimi blej pej Amerikës, armët, pra, ana naftën, a borgjet e armëve, kime i pague borgjet e armëve me naft, por je i detyrum që armët me i ble vetëm prej neve, edhe me armët kimike, sa që në atë përpjekje për me nxjerrë rezolutën për të dënuar Saddam Husseinin për shkak të përdorimit të armëve, nëse ju kujtohet, Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e përdorin vetën në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Thojnë luftë është aty, nuk është e vërtetuar hala që janë përdor armët kimike nga Saddami. Që ky Saddam, që ky Iran, që ky Khomeini që erdhi aty, me që nuk doli ashtu që shpo del rrezik për tokat arabe, natyrisht se duhet ta paguaj çmimin e vet. Saddami, i cili i kreu obligimet e veta, e luftoi Iranin, i shkoj një ditë menje se duhet me marrë dhe Irakin, ambicje, të jalimu e shpinën, ambicje për me i marrë tokat arabe. Hinin Kuvajt, e pushtoj Kuvajtin, e nxerrën pe atyjit dhe në vitin 2003 e varrin në litar Saddam Husseinin, i cili për shkak të ambicjeve të tia, dhe për shkak se nuk i kuptonte, këto dhe thonë, më thëmë sa une që i kuptoj sot, nuk i kuptonte këto lojna të mdhaja që bëhen në arenën ndërkombëtare, mbaron në litar. Oliver Nordi, i kohës së Reaganit, kur shkon në Iran, e bind Khomeinin që me ble armë prej Amerikës, dhe Amerikë, pasi e pranon Khomeinin e detyrojnë me ble armë prej kujna, prej një kompanije e prodhimit ushtarake, prodhimit të armëve izraelite. Irani janis me ble armë prej Izraelit, dërsa Iraku prej Amerikës. Thash në fillim, se këtu e gjenë vetën në këtë video dhe ata që mendojnë se Irani është kështu, e Irani është me këta, e Irani nuk është me këta. Krejt për fundi është diçka tjetër, kjo shkashihet është krejt sa për me bo mohabete, e me dhan analiza, e me shqyrtu e tema në për emisione televizive, e najher për fat të kesh edhe në dënje, që kështu. Nejse, Oliver Nord e bind Iranin, dhe në përmes Oliver Nordit, armë
nga Irani shkojnë miliarda edhe në Nicaragua dhe ju kujtohet skandali i Nicaraguas dhe skandali i Iranit në kohën e Reaganit. Me që zbulohet kjo, se po i shiten armë, po i qohen pare, janë të infiltruara shërbime amerikane, po i qojnë pare fshetas Nicaraguas, hapët muhabeti edhe natyrisht Oliver North dënohet me 3 vjet dhe më pastaj lirohet si i pafajshëm. Për shkak fshetas thash miq, për shkak se Kongresi Amerikan kishte vendosur që mos të mbështeten guerrilët e Nicaraguas. Dërsa mbështeteshin në fakt, andaj ky Oliver North dënohet dhe dikura lirohet. E pagujti Afganistani, e pagujti Iraku, e pagujtën vendet arabe, e paguajti Gaddafi, ose më mirë të them, të gjithë këta i vendun figurat e shahut në që tabel globale që përgatitet dhe është për të ruajtur rendin shoqëror, rendin global nga fuqit e mëdha, tani më si krejt kjo matematik, si kur Saddami, si kur ai tjetri, si kur Asadi, si kur Mubaraku, si kur Gaddafi, si kur Zejnul Abidini dhe ai tjetra, i erdhi radha edhe Ali Hameneit. Pra, vrasja e Ali Hameneit, si që thash në emisionin Adresa të Arben Ahmeti në Kanal 10, nuk e di e keni pat intervistime, një orë gjys një emision, që ja bëj edhe pak reklamën duke e falenderuar Arben Ahmetin. Si që thash edhe atje, se kur unë pyeti në lidhje me luftën e Iranit, thash edhe kam thonë edhe ma shumë se njëherë në për videot e mia. Lufta e tanishme e Iranit nuk është asgjë tjetër pos një halk ma shumë në zinxhirin e luftrave në lindjen e mesme që janë projektuar, realizuar në 100 vjetët e fundit. Erdhi radha edhe për Iranin dhe Irani, Khomeini, njerëzit Hamenei dhe të tjeret duhet të paguajnë çmimin që kanë qenë figura, si kur figura tjera të vendeve arabe për punët dhe rolin të cilën e kanë luajtur. Ky është fati i historisë. Kështu krijohen raportet dhe kështu veprojnë marrëdhëniet ndërkombëtare. As keq as mirë nuk po them, por shpjegova atë që unë kam mund ta lexoj nga anët tjera. Mos me pasqen Turqia kooperuse me Shëban nga vitin 1952, kur i dërgon 5.000 ushtarët e vetë në Kore. Mos me pasqen si pararoj e bashkimit sovjetik për të mos depërtuar në Turqi dhe atje, po mos të ishte pjesë e NATO-s për interesat e NATO-s dhe të kombeve të demokratizuara, edhe Turqia, së paku deri tash para Iranit, do ta kishte paguar çmimin e lartë. Dhe për fund, gjëja më e keqe dhe më makabër për një lider bëhet atëherë kur lejohet të shitet dhe ekspozohet, jo të shitet, të ekspozohet e tregohet si një lider i fuqishëm, ndërsa në fakt, derisa ai po ndjen se po tregohet se është një lider i fuqishëm, është duke u përdorur si një nga figurat e shahut që përgatitet për lindjen e mesme. Nuk do të dëshiroja që në këtë pozicion të jetë edhe presidenti i Turqisë. Mos e harroni, edhe njëherë po them, ta bëni subscribe kanalin tim,
ti shpërndani videot dhe të thuani të gjithve atë që unë tani po ju them ju. Shpërndajeni këtë kanal dhe ndihmojeni e mbështeteni këtë projekt tonin të përbashkët. Natën e mirë.